E pat summitin e NATO-s. E pat lëngëraqin ton. Si sillej, si clown, si palaço cirku kanë pas në mesjet këto udhëheqësit perandorët e këto manin gjithmonë në oborret e tyre, manin disa palaço për t'i bërë me të qesh për çështja argëtimi. Kështu ishte Edi Rama këtë herë, siç ju thash edhe dje te video që bëm për këtë temë, shkon në summit si i dyshuar nga gjithë udhëheqësit e NATO-s, si trafikant, si i lidhur me narkotrafikun, i dyshuar për lidhje me narkotrafikun ndërkombëtar të drogës. Dhe futuni, shihni video të gjithë. Prap e theksoj për mbeturinat se njerëzit normal e kuptojnë. Mori një përçmim dhe një përbuzje spektakolare. E vetmja gjë që mund t'i tregoj NATO-s ky tani është se është 2 metra i gjatë edhe vesh atlete. Me këtë gjë deshi ti tërheq vëmendjen edhe Donald Trumpit, për të cilin thoshte e kam shok, më kalon gocën amanet, më tha rri atje, më kujdesu për gocën. Kështu e pat reagimin e Trumpit kur i kërkonte Mark Rutte që shife këtë, thot se kemi i clown këtu me atletet bardha. Reagimi i Trumpit që neveritës. Pra që neveri shfaqja e Trumpit në atë moment. Se sigurisht e di Trumpi tani që Langaraqi i ka përly familjen me narkotrafikun ndërkombëtar, me kauzën më të madhe, me kauzën kryesore që ka Trumpi, luftën ndaj karteleve të drogës, ky i ka përfshi familjen. Tjetra ishte se nuk ju ul palaçoja këtë herë në gjunjë Melonit. Shifeni, kërkojnë në për video, në çdo summit, në çdo takim bën ato kështu. Si zgërdall e gjatë dhe i ulet në gjunjë asaj që i thot motor kësaj debiles Italis. Këtë herë nuk i ul. E kam kap këtë temë, po e diskutoj këtë temë për të kuptuar edhe ata pak trushplar që kanë ngel, që nuk kuptojnë se shumica janë kthjellu. Pse nuk e takoj, pse nuk i ul në gjunjë Melonit? Sepse ky është një njeri i pabesë, ky nuk ka miq, ky nuk ka shok, ky tradhton çdo për interesat e veta personale. Nuk e takoj Melonin sepse e di që Meloni është në objektivin e Trumpit këto ditë, edhe ka frikë se mos e shifte Trumpi me Melonin edhe e agresonte më keq. Prandaj nuk bëri gjeste Langaraqi me motrën Meloni këtë herë. Jo se është prish me të, por për interes personal, ky nuk pyet për kërkën. Erdhi vërdall atje, e zhdukën me i cep të fotos atje, dhe tani sot, këti ka ngel pjesëmarrja në për summitet e NATO-s vetëm fal antarësimit Shqipërisë NATO që ka bërë qeveria e mëparshme, sepse ky nuk ka si merit tjetër. Ka vu në diskutim organizimin e summitit NATO-s në 2027. E mori me lobbying. E siguroi me lobbying. Pra një nga gjërat më të mençura që mund të ketë bëjë Edi Rama, duke qenë se ishte implikuar në narkotrafik, në korrupsion, pra i dyshuar për korrupsion, për narkotrafik, për maskarallisje të korruptimin e Megoni Galit e gjitha me radhë, çfarë bëri? E këshilluan dhe loboi për të marrë summitin e NATO-s në Shqipëri. Kjo ka qenë një nga gjërat që e ka suportu Sorosi. Tani që i ka heq mbështetjen Sorosi, shifeni se sa i vogël duket ky. Shifeni se sa palaço duket dhe se si tallet media ndërkombëtare me të. Bloomberg, media gjigande amerikane, e kishte bërë artikullin që thot vihet në dyshim në mbajtja e summitit në Tiranë, pasi Shqipëria nuk kontribuon fare për NATO-n.
Sepse si mund të kontribuojnë Shqipëria për NATO, kur ky Palaçoja 400 milion lek i jep për një tallava një natë, koncert, ja jep Top Channelit për t'i nda bashkë me Top Channelin për biletat. E kam thënë mbrëm i pari e kam shkruajt këtë, që po jep 400 milion lek, do t'i ndajnë me Top Channelin sepse nuk i janë shit biletat. Sot pastaj kishin dalë jo po monitore, jo po deputetët e PD-s e drejshi me të birit, kishin dalë dhe e kishin kuptu se pse ja dha 400 milion shin dje si fond emergjence. Pra po të kishte drejtësi, po të kishte parlament, po të kishte ndarje pushtetën Shqipëri, do ishte përgjegjës sot për abuzim me fondet e emergjencës, kanalizimin e fondeve të emergjencës për gjëra qesharake. Mirë po akoma e ka fuqin, drejtësinë e kanë kontroll me Altin Dumanrat, edhe nuk e gjen gjë. Ama mund ta bësh në Shqipëri me Altin Dumanin këtë, po nuk mund ta bësh më në vendet e tjera. Ky ka qenë mik për kokë me Erdoganin. Shifeni Erdoganin. Erdogani ka qysh në 2002 në pushtet. Është autokrat, ka persekutu kundërshtarët, i ka fut në burg udhëheqësit e opozitës, por gjithsesi me gjitha këto ka probleme me Europën, ka probleme shpeshherë edhe me SBA-n, tani i ngjit me Trumpin sepse janë të dy si një natyrë e njëjtë. Por me gjitha këto ka karizëm lideri Erdogani, nuk është si Palaço, nuk sillet si Palaço, nuk sillet si ordiner në përtakime. Ka staturën e liderit, ka hijen e liderit, gjithë e takojnë me respekt, i shkojnë kur i fton e gjitha me radhë. Kurse ky, që ka qenë miku ngushtë i Erdoganit, sillet si gjërokull në summit, e tregon atletit kështu si Palaço, edhe unë po rri çik këtu ma ulët ke shkallët se jam më i gjatë. Pra të vetmen gjë, çfarë përfitojnë shqiptarët se është Edi Rama më i gjatë? Çfarë përfitojnë shqiptarët se bëj Edi Rama batutat bajate? Për ju që e votoni, kam fjalën. Çfarë përfitoni? Shifeni sa i dobët është tani që ja ka heqë mbështetjen Sorosi. Është i dobët në imazh. Aty ku ka pas investu fuqishëm Sorosi me liderët botëror që hynte mik ta prisjen e bënte pjesë të paneleve ndërkombëtare, të mediave ndërkombëtare, e hapte rrugën nëpër mediat ndërkombëtare, ky e tradhtoi, i futi thikën mas shpine. Tani ka ngel as me Sorosin, as me Trumpin. Është në ditët e veta më të zeza. Manipuloi sot që tha samiti do marrë Shqipëri kështu, samiti i NATO sa herë përfundon del me një deklarat me shkrim. 2025, 2023, ku çka kanë qenë të përpara, u specifikonte që takohemi radhën tjetër në Ankara, takohemi radhën tjetër në Shqipëri. Këtë herë nuk u tha në dokument, është e shkruar dokumenti, futuni te faqja e NATO-s, edhe e gjeni aty, nuk shkruan që do jetë në Tiranë. Nuk e specifikon më siç e ka pas specifikuar vitin e kaluar. Përveç kësaj, Mark Rutte tha që kemi vendos në Hag që do jetë në Tiranë, po se kur do flasim. Pra nuk dha më as datë, as muaj Mark Rutte. Thjesht i qëndroi korrekt një vendimi që ka marrë NATO-ja. Po Edi Rama kujton se do e gjejnë kryeministër, nuk vjen asnjë udhëheqës botëror, jo të vinë të 27-28 sa janë këta të NATO-s. Nuk vjen në summit në një shtet kryeministri i cili dyshohet se ka lidhje me narkotrafikantët. Nuk vjen, harrojeni këtë muhabet, edhe nuk ka për të ndodhur. Rama sot me atë videon që ka bë, se të vetme gjë që ka bë në Ankara, ky ka shku ka taku Ferit Hoxhën, atë ministrin e jashtëm që ka Torllakun. Pra e vetmja gjë kjo ishte, ka taku, mund të bësh lajm, Edi Rama ka shkon në Ankara, takon Ferit Hoxhën. Se Melonin jo, Macronin jo, siç bë ky për herë. Starmerin jo, Mercin jo e jo. Trumpin as bëhet fjalë, Trumpi e pa me neveri. Asnjë takim, kokë në kokë, apo bashkërisht aty kur ishin që folën gjithë bashkë, ishin që u bën mbledhje, arrinte si Langara që kishin lënë ulme aty siç duket i rrin dot sigurimit të SBA-ve, aty në karrikën i thot mos lëviz
sa të kalojnë Trumpi, se i shepet ky për të kap një foto me to ose për t'i shtrëngu dorën. Një perimetër sigurie mes Trumpit dhe Edi Ramës, sikur ky i fundit ka zgjeben. Kështu trajtohet, kështu është trajtu këtë herë në samitin e NATO-s. Po mashtron me videon që ka hedhur në Facebook e rrjetet sociale, që kanë shpërndarë dhe këta qelbësirat e tjera që e mbrojnë akoma deputetët e vet. Nuk tha Mark Rutte as datë as muaj se kur do mahet samiti në Tiranës. Ndërkohë mediat më të fuqishme botërore, Reutersi, kryeredaktori i Reutersit ose një editor i madh i Reutersit ka bërë një podcast, ka treguar me një foto kryesore atë ku Rutte i tregon atletet e këtij dhe e ka titullin "Shikoni në çfarë drejtje ka arrit samiti NATO-s. A ky është samit në NATO-je?" Edhe tregon atletet, ato shenjë që bëjnë me gisht nga atletet e Langaraqit ton. Pra, edhe e përshkruan Reutersi si një degradim NATO-n, aleancën, që ka pjesë të saj të tillë njerëz si Edi Rama. Mos harroni, Reutersi është media më shumë pro-liberale e majt, është media që transmeton live revolucionin e flamingove, revolucionin e bukur të smajtës në Shqipëri, dhe e ka quajt degradim samitin e NATO-s, duke personifikuar me atletet e Edi Ramës. Ky është pra Edi Rama, ky që i jep 400 milion lek koncertit, biletave të koncertit të Kanye West, se nuk do shfëllishim Shqipërinë, dhe shkon e bën Shqipërinë qepaze në aleancën më të fuqishme ushtarake politike të botës, në aleancën e Atlantikut Veriut, që është ndryshe thuhet NATO. Ky që nuk do të fëllishet me Kanye West, edhe shpërdoron 400 milion lek tona, se ka hallë se turprohet, e turpron Shqipërinë në sytë e gjithë botës, duke u sjellë si Palaço, si Lolo. Por koha e tij ka mbaru, majeni mend këtë, koha e tij ka mbaru, nuk ka më kthim pas, edhe ai sot është, siç kam thënë që ditën e parë që ka nisë ky revolucioni, është sanduiç mes Trumpit dhe Sorosit, e kanë për ta shtyp si krimb. Kanë për ta shtyp si krimb. Kaq është samiti i NATO-s.